Përshëndetje të gjithëve. Sot kam një histori fantastike për të treguar. E shkurtër, por me një mësim vërtet të madh. Titulli është pak misterioz. Ngadalë për të thënë të vërtetën. Çfarë mund të thotë kjo? Hajde ta zbulojmë bashk. Mirë, le të fillojmë me një pyetje. Kështu për ta menduar pak. A ka ndodhur ndonjëherë të keni diçka për të thënë, diçka të rëndësishme, por të keni pasur frikë? Frikë se si do reagonin mami, babi apo shokët? E di, ndonjëherë ta thuash të vërtetën me njëherë, duket pak e vështirë apo jo? Dhe pikërisht kjo na çon këtu. Ndonjëherë e ndjejmë se duhet ta zbusim pak të vërtetën, apo jo? Ta themi në një mënyrë më të butë që të tjerët ta pranojnë më lehtë. Po pse e bëjmë këtë gjë në fundit? Ja, pikërisht këtu është thelbi. Dëgjojeni këtë. Ndonjëherë ne përpiqemi ta themi të vërtetën, por me pika, pak nga pak. Sikur po kërkojmë falje që e vërteta është kaq e madhe. Për shembull, imagjinoni se keni thyer një vazo. Në vend që të thuash direkt unë e theva vazon, fillon me diçka si diçka ndodhi në dhomë. Kuptoni? E themi me shumë kujdes, sikur vetë e vërteta është një gjë e keqe. Por ja ku është një mendim vërtet i bukur. E vërteta është si drita. A ka nevojë drita të zbehet? Jo, fuqia e saj është se shkëlqen qartë. E po, kështu është edhe e vërteta, nuk ka nevojë për filtra. Si është duhet thënë, ashtu siç është. Mirë pra, tani le të futemi tek historia jon. Është një tregim pak qesharak, por me një mësim super të rëndësishëm. Tregon se çfarë ndodh kur je shumë i kujdesshëm. Do shohim se si ndonjëherë kur mundohemi të jemi kaq delikat, mund të bëjmë një rëmuj të vërtet. Okej, jemi gati. Gjithçka fillon me një mbret. Por, prisni pak, ky nuk është një mbret i zakonshëm në fronin e tij. Jo, ai gjendet në një situatë, goxha të çuditshme. Imagjinoni pak, një mbret i veshur me rroba të thjeshta, si një njeri i varfër. Pse? Sepse donte të shihte si jetonin njerëzit e tij. Por humbet, dhe ku? Në mes të një shkretëtire të madhe. Dielli djeg, ai është super i lodhur dhe ka shumë etje. Dhe pikërisht atëherë sheh një tent në horizont. Shpëtim. Dhe këtu fillon problemi i vërtet. Pronari i tendës, një arab, e ndihmon, por mbreti duhet t'i tregoj se kush është që ta ndihmoj të kthehet në pallat. Si t'ja thot, përshëndetje, unë jam mbreti. Personi tjetër do të mendonte se ai ose është i çmendur, ose po thot një gënjeshtër të madhe, apo jo? Kështu, mbretit i lind një ide, që ai mendon se është geniale. Në vend që ta lëshoj bombën e së vërtetës me njëherë, ai vendos ta zbuloj identitetin e tij shkallë, pak nga pak. Ai mendon, kështu do më besoj me siguri. Të shohim sa mirë do funksionoj ky plan. Ja hapi i parë. Pasi e hap pak bukë dhe pi pak ujë, mbreti i thot arabit: "Unë jam një ushtar në ushtrinë e mbretit." Dhe arabi: "Shumë i sjellshëm, i thot se është i lumtur ta ndihmoj një ushtar trim." Okej, deri këtu, plani po ecën vaj. Mirë, mbreti ha edhe pak, merr pak veten dhe mendon se ka ardhur koha për hapin e dytë. Ai i thot: "Në fakt, unë jam një ministër i mbretit." Dhe përsëri, arabi është super i respektueshëm. I thot se është një nder i madh të ndihmoj një njeri kaq të rëndësishëm. Mbreti me siguri po mendon: plani im është perfekt. Dhe tani vjen momenti i madh, ai për të cilin mbreti ka pritur. Ai mendon se e ka përgatitur arabin. Ai është gati për të vërtetën e vërtet. Jeni gati? Ja ku vjen zbulimi final. Me gjithë seriozitetin që ka, mbreti merr frym thellë dhe shpall. Dëgjo, tani po të them të vërtetën e plot. Unë jam vetë mbreti. Ai me siguri po pret që arabi të bjerë në gjunjë nga habia dhe respekti. Okej, stop, ndalojmë një sekond. Çfarë mendoni se bën arabi tani? Ai beson? Mendojeni pak, sepse ajo që ndodh më pas nuk e prisni kurrë. Ja se çfarë bëri. Ai mori ushqimin dhe ujin nga përpara. Po, në vend që të përkulej, arabi ngrihet dhe ja heq gjithçka që i kishte dhënë. Sa e çuditshme. Mbreti duhet të ketë mbetur me gojë hapur. Po pse? Pse e bëri këtë gjë arabi? E po, veprimi i tij i çuditshëm, aty fshihet i gjithë mësimi i historisë. Fjalët e tij të fundit do na sqarojnë gjithçka. Dhe ja përgjigja brillante e arabit. Ai e shikon mbretin dhe i thot: "Qet. Po ti heq ushqimin.
sepse jam i sigurt që po të hash edhe pak, hapi tjetër do jetë të më thuash se je një profet i Zotit, kështu që më mirë të ndalosh tani, para se gënjeshtra të bëhet akoma më e madhe. E kuptoni tani? Plani i mbretit për të qenë i kujdesshëm dështoi me sukses. Duke thënë të vërtetën cop-cop, ai nuk u duki sinqert, përkundrazi, u duk si dikush që po shpikte gënjeshtra gjithnjër e më të mëdha. Atëherë, çfarë mësojmë nga mbreti ynë i pafat? E para, e vërteta nuk ka nevojë për ndihmë, ajo shkëlqen vetë. E dyta, kur mundohesh shumë të jesh i kujdesshëm, mund të ndodhë e kundërta dhe të dukesh si gënjeshtar. Dhe më e rëndësishmja, fol qartë dhe me guxim. Ndonjëherë, kjo është mënyra më e mirë dhe më e thjeshtë. Dhe për ta mbyllur, një pyetje për të menduar pak. Në jetën tonë të përditshme me familjen, në shkollë apo me miqt, kur është momenti që ka më shumë rëndësi të kemi guximin për të thënë të vërtetën, edhe kur kemi pak frikë, mendojeni pak të gjë. Faleminderit që ishit me mua.